do të flasim për kualifikueset e botorit 2026. Kemi kryer tashmë ndeshjen me Anglinë, 2-0 për Anglinë duhet thënë, ndërkohë që ditën e sotme pritet që të luhet edhe ndeshja Shqipëri-Andora, cilat janë pritshmëritë dhe a ka pasur një përmirësim ekipi kombëtar i futbollit shqiptar. Do ta diskutojmë me gazetarin Tami Kona, në këtë moment e kam në një lidhje të drejtë për drejtë Skype. Ju përshëndes, faleminderit që jeni me mua. Ta nisim me rezultatin e ndeshjes Shqipëri-Anglia. Ishte i pritshëm? Shiko, eliminatorët e kampionatit botëror për Shqipërinë sigurisht që kanë filluar me një humbje, do thoja unë, në Londër përballë një nga skuadrave më të forta të qoftë të kontinentit, qoftë të asaj me përmasa botërore siç është Anglia, pasi siç dihet një skuadër, një kombëtare si Anglia, që kur futet në eliminatorët e kampionatit botëror, synon vendin e parë, synon të jetë kualifikuar dhe normalisht pritshmëritë e Anglisë janë për të shkuar dhe më tej për ta fituar edhe kampionatin botëror, një eveniment shumë i lartë. Sigurisht që Shqipëria mbas dy eksperiencave që ka pasur në eliminatorët e kampionatit evropian, pasi 2 herë kemi qenë në eliminatorët e kampionatit evropian, unë e përmend gjithmonë që do ketë edhe një herë të parë për kombëtaren tonë për të shkuar një eveniment të lartë siç është kampionati botëror. Edhe pse formula për të shkuar atje normalisht është pak e vështirë, pasi edhe kombëtarët që janë numri i kombëtarëve është pak a shumë i limituar, duke qenë si kampionati evropian, ku siç dihet 13 përfaqësuesë nga zona evropiane do të shkojnë në kampionatin botëror. Megjithatë, unë do thoja humbja në Londër, sigurisht që ishte një humbje që normalisht edhe pritje, por ajo që na gëzon ne më tepër është që nuk kemi pësuar gola më tepër, sepse këtë doja të thoja edhe unë në fakt në pyetjen e parë, se patjetër është e kuptueshme, Anglia ka një histori shumë më të gjatë të futbollit se sa Shqipëria dhe një përgatitje shumë më të madhe, po a jemi të kënaqur me 2 gola që kemi pësuar, se ndoshta mund të kishim marrë edhe më shumë? Tani jemi në një moment që ka ardhur momenti që ne jemi me pritshmëritë për të shkuar në një kampionat botëror dhe nuk jemi me ato pritshmëritë domethënë kemi kaluar atë fazën e humbjeve dinjitoze. Domethënë sigurisht që humbja është humbje. Mirë, po pritshmëritë mund të ishin dhe më të këqija, sepse mjafton t'ju përmend në eliminatorët e fundit të kampionatit botëror kemi qenë në të njëjtin grup me Anglinë dhe po t'i referohem pjesës parë, ndeshja ka përfunduar që në pjesën e parë me rezultat të thellë 5-0. Dhe këto ishin ato që ne na bënin që një skuadër si Anglia sigurisht që të mund, sepse Anglia mund Gjermaninë, mund Italinë, mund Brazilin, është një skuadër me një pritshmëri edhe me një performancë sportive shumë të lartë. Thash njëherë, është pretendente. Por megjithatë, nëse do t'i oferohem takimin, sigurisht që ndeshja ishte atillë, sepse edhe trajneri Silvio në intervistën që dha dje përpara gazetarëve, bëri një analizë të ndeshjes të ballafaqimit me Anglinë, tha që ne kemi qenë një skuadër që normalisht deri në momentin e pësimit të golit të dytë, kemi qenë pranë që edhe mund të barazonim, gjithmonë sipas trajnerit Silvio, por edhe mund të shënonim edhe mund të shkonim dhe më tej. Deri në momenti kur ndeshja ishte 1-0. Mbas atij gabimit të Ajetit, që normalisht ne pësuam golin e dytë, sigurisht që shpresat çdo gjë përfunduan, sepse vërtet ndeshja vazhdon 90 minuta dhe me shtesa dhe mund të shënohej një gol, por pas pësimit të golit të dytë, sigurisht që kombëtarët e Shqipërisë i shuajti ato shpresat për të marrë qoftë edhe një pikë. Apo luante kombëtarja shqiptare me të njëjtin shpirt si më përpara në këtë ndeshje me Anglinë? Atëre, për të këtë pyetja juaj, sigurisht që ekipi kombëtar, normalisht bluza e ekipit kombëtar është një bluzë që nuk është as bluzë klubesh dhe as bluzë, është një bluzë që normalisht çdo lojtar i ekipit kombëtar që vjen dhe e vesh atë, normalisht duhet ta përfaqësojë dinjësisht atë bluzë dhe po t'i referohem takimit, nuk them se djem ose më mirë futbollistët tanë, të cilët tashmë janë futbollistë shumë cilësor, vinë nga klube që normalisht marrin minuta edhe nëpër klubet e tyre që luajnë. Kemi lojtarë që luajnë nëpër kampionate shumë prestigjioze dhe normalisht edhe pritshmëritë tona për të shkuar në një eveniment siç është kampionati botëror, prandaj janë të mëdha. Por po t'i referohem takimit, në momente të caktuara ne kemi pasur probleme për sa i përket qoftë dhe mbrojtjes, qoftë dhe mënyrës për të organizuar, për të dalë nga mbrojtja për t'i dhënë kundërshtarit ose për të kundërshërmuar. Në momentet të caktuara jemi mbrojtur mirë, sepse edhe nëse rezultati edhe ne na gëzon që mund të ishte edhe më i thellë, po t'i referohem rasteve të kombëtares angleze, sigurisht ishte mbrojtja jonë, duke filluar me lojtarët që luani dhe duke
deri ke portieri Strakosha, i cili në momente caktuara ka bërë disa pritje që po t'i referohem në thënë gjuhës futbollit. Ama i goli i parë duhet të ishte golat. mund të ishte shmangur, besoj. Mirë po problemi tashmë ndeshja ka përfunduar 2-0 dhe sigurisht që ne me përjashtim të rezultatit 2-0, ku ne mund të ishte edhe më i thellë, asgjë tjetër nuk na gëzon, sepse ne kemi dalë nga stadiumi i Wembleyt me një humbje. Domethënë ne kemi filluar eliminatorët e kampionatit botror me një humbje, sepse për të shkuar në një eveniment si botrori, unë kam thënë gjithmonë që shiko, ne duhet të marrim 2 rezultate pozitive me kundërshtarët tanë, që do të thotë kundërshtarët tanë direkt, të paktën është Anglia dhe është Serbia, sepse të tërë thonë që shiko, ne nuk e kemi luftën me Anglinë, ne kemi luftën me Serbinë, ne kemi luftën me të tëra ekipet që luajnë në grup. Ndeshjet e kombëtares në eliminatorët e kampionatit botror duhen parë 1-1, sepse siç është kundërshtari që ke luajtur 3 ditë përpara, nuk është kundërshtari tjetër. Trajneri Silvinho nuk ka pse ta ankohet fare, sepse shpesh thotë që shiko, koha e shkurtër për ekipet kombëtare është njësoj për të tëra kombëtare. Ne kemi marrë një trajner tuaj, po bën shumë mirë, nuk them se nuk po bën shumë mirë, kemi pasur problematika edhe pse kur shkuam në Europian, sigurisht ndeshjet i kemi bërë analizat, por është i trajner që unë e them gjithmonë bashkë me stafin, është gjithmonë dhe po bën shumë mirë për ekipin kombëtar. Normalisht ka ardhur momenti që ndeshja me në Londër tregoi që ekipi kombëtar ka nevojë për ndryshime. Kur them ka nevojë për ndryshime, shumë futbollista që normalisht janë emra që luajnë për Europë, sepse dihet që kampionati ose më mirë Superliga shqiptare akoma nuk është se afron lojtarë që normalisht i shërbejnë kombëtares, pavarësisht të dëgjoj zëra që shiko, duhet të merren disa futbollistë edhe nga Superliga për kombëtare, por ka ardhur momenti që duhet jemi larg qokave, nuk një çdo futbollist që do të vinë në ekipin kombëtar, sigurisht atë e vendos Silvinho dhe stafi i tij profesional. Zoti Kona, bëj një pyetje të drejtë për drejtë. Dhe do doja një përgjigje po ashtu të drejtë për drejtë. Cili mendoni që është lojtari që nuk i duhet skuadrës kombëtare të futbollit? Shiko, tani këtë pyetje edhe tifozit më të rëndom po t'ja bësh, të them të drejtën, është e vështirë për të thënë, sepse lojtarët e ekipit kombëtar, të tërë ata që thiren, të tërë ata edhe që nuk thiren. Shiko, patëm një eksperiencë pak të idhur, për shembull, ne nuk morëm në kampionatin evropian Myrto Uzunit. Tani, Myrto Uzunit luante në kampionatin, po të marrë një rast, luante në kampionatin spanjoll, një nga lojtarët më të mirë të Granadës, dhe në momentin e caktuar për të ardhur për të grumbulluar në ekipin europianit, për ekipin për kombëtarin që shkojnë në Europian, ai tani të mos marrësh Myrto Uzunin në një kampionat europian, sigurisht në Shqipëria nuk është se e ka luksin që mos e marrë këtë futbollist. Kështu që prandaj kam të vështirë sepse nuk di. Lojtarët ka diçka. Në momentin që nuk thëritet, atë e vendos trajneri që lojtari nuk është i disponueshëm për këtë ndeshje në radhës. Sepse trajneri Silvinho tha që shiko, mbas ndeshjes me Anglinë do ketë ndryshime të mëdha. Unë them që vërtet duhet të ketë ndryshime të mëdha, sepse ndeshja që do të luhet sot me Andorën nuk është një ndeshje që normalisht është si ndeshja me Anglinë. Nga kundërshtari sigurisht që ndryshon. Dhe normalisht Andora është një skuadër pa shumë pretendime. Ndërkohë që ne në letër jemi favorit në të gjitha aspektet. Kur them të gjitha aspektet, mirë po ka dhe një problem tjetër. Ekipet që na kanë hapur probleme më shumë për Shqipërinë janë Andora dhe Luksemburgu. Kur them Andora dhe Luksemburgu, do të thënë që në momente caktuara na kanë marrë dhe pikë. Tani këtu nuk bëhet fjalë fare për të parë. Ne vërtet sot do të kërkojmë një rezultat pozitiv, ne do të kërkojmë një lojë që normalisht të jetë bindëse, sepse kundërshtar më të fortë do t'i presim në Tiranë, do të presim Serbinë, do të presim në Anglinë. Domethënë, nëse ne duam që të realizojmë atë ëndër për të shkuar në kampionatin botëror, sigurisht që fitoria sot me Andorën është një detyrim që fut brenda të gjitha gjërat, sepse nuk mund diskutohet fare fitoria me Andorën. Mund t'ua marr një parashikim lidhur me ndeshjen sot? Sa mendoni se do të jetë rezultati? Shiko, unë mendoj që rezultati i ndeshjes, domethënë, e para punës tjerë fitore nuk duhet ta diskutojmë. Flas gjithmonë për kombëtaren, edhe pse shpesh themi që shiko, është një ndeshje ama se e kemi fituar. Jo. Gjithmonë kështu nisemi me ekipe të tilla. Ashtu si ne vajtëm në Londër dhe trajneri dhe gjithë stafi thoshin që shiko, ndeshja fillon 0-0,
edhe në fund të 90 minutave plus shtesa, pastaj bëhet analiza. Ne sot do të luajmë me Andorën, sigurisht deri në momentin që dje mos ta gaboj, janë shitur rreth 15.000 rreth 16.000 bileta në një stadium që ka rreth 23.000 veta, por dhe dita sot sigurisht uroj që të mos ketë rreshje të paktën në momentin e ndeshjes, por unë them që trajneri Silvinjo sot, ndërkohë ai edhe në konferencën për shtyp dje, sigurisht e tha që do të ketë ndryshime, mund të mos luaj Myrto Uzuni, mund të luaj Rej Manaj, që aktualisht luan në kampionatin turk, është një sulmues që normalisht i shërben, nuk them se sot mund të bëjmë mrekullira, po sot ne duhet kemi parasysh gjë që kundërshtarin duhet ta vlerësojmë më tepër se ç'duhet. Nuk duhet shikojmë atë që ne jemi shumë favorit, po e përsëris, jemi shumë favorit në letër, por kur vjen puna pastaj ke 90 minutë që i fushës, sigurisht që gjërat janë ndryshuar. Të njëjtën gjë që ne pretenduam të bënim në Londër, në stadiumin Wembley përballë Anglisë, sigurisht që edhe Andorra ka performancën e vet, ka ato prishmëritë e veta që normalisht kërkon që të dalë me një rezultat pozitiv. Ajo nuk pretendon që të shkojë në një kampionat qoftë botror, qoftë evropian, pa ajo thotë që gjërat vinë avash avash. Shiko, ma ka thënë një gazetar kur ne luani me Maltën, kur am në grup, duhet keni parasysh që ju gëzojni tha kur i bie Shqipërisë me Maltën, tha, por ndërkohën tjetër tha dhe ne si maltesta, ose më mirë, edhe Malta gëzohet kur i bie me Shqipërinë. Besoj se e kuptoni këtë që kjo në gjuhën e prishmërive sot ka dhe një shprehje tjetër që në futboll sot, qoftë me kombëtare, qoftë me klube, duhet kemi parasysh gjë, futbolli ka arritur në ato lloj prishmërisë që nuk ka më të dobët, të vegjël apo sepse Shqipëria më e vogël se Shqipëria nuk ka qenë ndonjëherë. Por Shqipëria gjithmonë tani ka pretendimet e saj, sepse kemi shkuar me merit në 2016, edhe me disa paragjykime, por këtë vit në kampionatin evropian shkuam si ekipi më i mirë i grupit dhe normalisht pritshmëritë ishin të larta. Sigurisht kemi shkuar në 2 evenimente europiane, por e përsëris, për të shkuar në kampionatin botror, tani garën e kemi të hapur. E kemi filluar me humbjen në Londër dhe mendoj që esuria e ndeshjeve duhet parë një pas një. Nuk duhet parë kombëtaret sepse luan Serbia dhe kemi probleme jo jashtë futbollit, apo vin Lituania, apo do vi Andorra, ndeshjet janë, të tëra ndeshjet janë 3 pikëshe. Në fund fare, nuk do kualifikohemi ose nuk do bëjmë analizën, kemi luajtur bukur, kemi mundur, kemi luajtur keq, kemi fituar me 1 gol, jo. Në fund fare janë pikët ato që do të na çojnë. Nuk mendoj se do jemi në vendin e parë, se nuk dua të bëhem euforik, që të mendoj që do lëmë Anglinë mbrapa, por edhe rezultatet me Anglinë janë shumë domethënëse, sepse ti mund të mundesh 2-0 apo 1-0 dhe ndërkohë kundërshtari tënd mund të mundet më thellë, ose anasjelltas. Kundërshtari jot mund të marrë 1 pikë në Anglinë dhe ti detyrohesh të bësh mrekullim pasaj nga një kundërshtari siç është Serbia. Po dikona një pyetje të fundit do doja t'ju bëja sepse jemi edhe në fund të minutazhet. Ishte për të kaluar te pyetja juaj, po shiko, analiza me futbollin është pak edhe pse në minutat që kemi dispozicion sigurisht që duhet të themi ta detaje, por unë të them vetëm një gjë që thash një për përsëris, ndeshjet duhet i marrim një pas një. Sot kemi ndeshje me Andorrën dhe unë mendoj që sot do të jetë një rezultat i pastër, pothuajse, domethënë kur themi pastër, ne e para punës nuk duhet pësojmë dhe mendoj që duhet të jetë një 3-0 shumë e pastër. Urojmë që të ndodhë kështu. Ndërkohë, një pyetje të fundit, pam në ndeshjen me Anglinë hyrjen e Brojës, prit me shumë kërcëri nga të gjithë. A mendoni që Broja është në nivelin e Johonës që ka? Të paktën referuar edhe lojës së tij në këtë ndeshje. Është fare thjesht dhe përgjigjen e kam të atill që shiko. Unë jam nga ta gazetar që i përfshihen tek lojtarët e ekipit kombëtar, unë nuk i dalloj, janë të tërë të rëndësishëm. Por disa lojtarë si Gjemshiti, si Aslani, si Broja, apo dhe ndonjë tjetër, janë shumë, po e përsëris, janë shumë të rëndësishëm për ekipin kombëtar. Ekipi kombëtar ka një lider dhe një kapiten që është Gjemshiti, por ka një lojtar që quhet Armando Broja. Ky lojtar është një lojtar që normalisht duhet jetë në epiqendër, sepse është vetëm nga ata sulmuesit që mund ta tërheqë ekipin ton kombëtar. Mjafton të përmend kur luante me kombëtaren që trajneri ishte Edi Reja, në 2 ndeshjet me Hungarinë kemi marrë 6 pikë dhe autori 2 golave në ato ndeshje ka qenë Broja, i cili vinte nga nuk luante në formacion që në fillim, por vinte nga stoli.
Mirë, por problematika e Brojës është dëmtimet e kampionatit, ai një vit qëndroi larg fushave. Dhe problematika që ai ka pasur me Chelsea, kur them problematika, lojtari ka qenë në formë muazimi me disa e klube, si me Fulhamin, si me Evertonin tani. Por ajo që ndodhi tani, që vajti ke Evertoni, u dëmtuaj neti gati një muaj gjysmë jashtë. Dhe sot, të rish një muaj gjysmë larg futbollit, sigurisht që futbolli, thon disa, që futbolli të let 2 muaj mbrapa në mënyrë figurative, sepse dëmtimi është i atill që normalisht. Mirë, por problemet e Brojës janë të keqe për Brojën dhe të keqe për ne. Normalisht ne do ta ndërtojmë dhe e kemi ndërtuar kombëtaren ton që nga minuta e parë. Vërtet Broja nuk luajti që në minutën e parë, por kishte një marrëveshje me stranierit Silvinho, sepse ai vinte mbas i dëmtimi me Evertonin, luajti në kampionat në javën e fundit pothuajse 10 minuta dhe ne urojmë që të jetë që nga minuta e parë. Urojmë vërtet, zoti Kona. Një kombëtare si Shqipëria ka nevojë për Brojën. Ju falenderoj shumë për bisedën edhe le të urojmë që të gjitha ndeshjet në këtë grup të Shqipërisë të jenë prestigjioze edhe dinjitoze patjetër.